Po kryesorja është ti Marzotni ke marrë vendim për një 70, për 100 familje, për 200 familje, çfarë do, pa I vënë në dijeni. Kjo është skandale. Asnjë lloj. Kështu si qemi Jo, shive çfarë ndodh. Këto bëjnë ca prezantime me njerëz që I njohin vet, me njerëz të kontrolluar dhe I quajnë dëgjesa publike. Në ligje janë të përcaktuar shumë mirë. Dëgjesat publike nuk janë prezantim projekti. Prezantimi I projektit është ashtu. Dëgjesa publike, siç u thash dhe më përpara, parashikon që të gjithë këta njerëz me emra të vinë dhe të lajmërohen se çfarë po ndodh me shtëpinë e tyre në procedura projektimi. Më lëni të hyj vetëm 2 minuta në profesionin tim, pa filluar një projekt duhet të ndodhi kjo. Pra unë nëse do vi në këtë zonë këtu, pa filluar unë punë si arkitekte, si urbaniste, duhet I marr njerëzit dhe të them ç'a doni të bëni këtu. Çfarë mendoni se ka nevojë ti marr ti shkruaj dhe pastaj të filloj projektin. Por dhe plani menaxhimit e citon pikërisht të ligj. Këtu duhet të merren në mënyrë nominative njerëzit me siglim. Domethënë, kjo është që duhet ishte bërë. Që atëherë nuk është bërë tani, ne në këtë moment themi pezulloni projektin. Dhe prandaj po marrim masa të një niveli ndryshe. Që janë? Padije kolektive. Keni bërë padije? Po. Kemi hedhur për sigurim padije aktin e shpronësimit që të mos vazhdojë shpronësimi, të paktën për aq familje sa u bëm, mbi 14 familje, po bëhemi 18 deri në dhe kemi hapur proces gjyqësor, po bëjmë gati materialet për ta bërë dosjen mal, për t'i treguar atyre që ky gjithë gabimet që ka projekti. A ka kohë që lihet kohë për të mos ndërhyrë në shihen shumë? Në qoftë se gjykata na bën sigurim padije, të paktën edhe për këto objekte tona është një fitore e parë shumë e rëndësishme për të kauzat kolektive. Pastaj ne në qoftë se domethënë do na jepet mundësia, jo në qoftë se ne do na jepet mundësia të shprehim të gjitha këto që po themi me letra dhe materiale dhe me harta dhe me raporte, shpresa jone e madhe është që ai të pezullohet dhe të rishikohet ashtu siç është rishikuar në 22-shin, domethënë është dhënë leja në 22-shin, është dhënë në 24 një rishikim, të bëhet edhe një rishikim për kësaj radhe me ne në tavolinë. Me ju në tavolinë.